Jemi në vitin 2025 dhe ende qytetet si Saranda vuajnë nga mësimi me 2 turne. 2 shkolla nëntëvjeçare të Sarandës ofrojnë mësim për nxënësit e Sarandës nga ora 1 e drekës deri në orën 6 pasdite për turnin e dytë, duke bërë të pamundur jetesën normale të prindërve që duhet shoqërojnë nxënësit në këto orare papërshtatshme, por dhe duke ofruar një mësim jo cilësor. Këto shkolla në fakt janë shkolla të amortizuara, janë shkolla që nuk ofrojnë laboratorë, janë shkolla që nuk kanë cilësi në mësimdhënie dhe në mjetet didaktike. Pavarësisht se u harxhuan 348 milion lekë nga taksat e qytetarëve shqiptar për të ndërtuar një shkollë të re me emrin Eko Campusi në Sarandë, kjo nuk u vë për 8 vite në funksion. Dhe në një vendimarrje të pushtetit lokal të Bashkisë së Sarandës, ata vendosën që këtë gabim të ndërtuar me taksat e qytetarëve për të shndruar një shkollë, ta shndronin dhe ta jepnin në një tokë për oligarkët dhe klientët e pushtetit për ta kthyer në hotele, në resorte turistike. Kjo është e papranueshme, është kundër interesit publik dhe i lën nxënësit dhe prindërit e Sarandës në një gjendje të mjerueshme. Unë bëj thirrje sot në Saranda të tërhiqen nga kjo vendimarrje kundër interesit publik, nga kjo vendimarrje e cila nuk i bën dorë qytetit të Sarandës dhe të japin mundësinë nxënësve të Sarandës që të bëjnë mësim në shkollën e re, duke e hapur atë shkollë, duke i vënë mjetet e duhura asaj shkolle dhe secili nga prindrit të jetë më i qetë kur çon fëmijën për të studiuar në një turn në qytetin e Sarandës. Ndaj është detyra e gjithëve neve për të ngritur zërin për këtë realitet që është realitet i veçantë në gjithë Europën, por që e vuan edhe qyteti i Sarandës.